AppleNet sjell sistemin Gjipon në firë me shërbime kryesore: internet, telefoni, televizion. Internet pa kufi me cilësi maksimale. Telefon fiks me çmimet më të mira në treg. 80 kanale televizive për të plotësuar të gjitha kërkesat tuaja. Përse duhet zgjedhur AppleNet? Shërbimi 3-në-1 Gjipon ofron shpejtësinë e dritës dhe vjen me fibër optike deri në derën tuaj. Është zgjedhja e dur për biznesin dhe familjen. Vetëm me një abonim lidh disa televizor, ndërsa mbështetja teknike është 24 orë. Për më shumë mund të vizitoni applenet.al ose drejtohuni pranë Fotostudio Rustemi. AppleNet, e gjithë bota në dorën tuaj. Mirëmbrëma dhe përshëndetje nderuar shikues. Mirë se keni ardhur në emision Ballafaqim, këtë emision të drejtë për drejtë që transmetohet në valët e televizorit Apollon në orën 21 për çdo të martë. Përmbytja masive që përfshin gjithë territorin e vendit, la pasoja dhe dëme të konsiderueshme edhe në qarkun e Fierit. Rreth 6500 hektar tokë bujqësore të mbjella me kultura të ndryshme janë dëmtuar, rreth 8000 kokë krer bakti kanë ngordhur, janë përmbytur, rreth 8000 shtëpi janë në gjendje të vështirë, madje numri tyre ka qenë më i madh gjatë periudhës së përmbledhjes për shkak të vëshimit tyre në fshatrat kryesisht komunës Levan dhe Fraku, gjithashtu ka pas dhe dëme të konsiderueshme. Po më e rëndësishme është ajo që nuk ka pas pasoja dhe dëme në njerëz. Gjithsesi ka kaluar kjo situatë, ka filluar një fazë tjetër që është edhe më e vështirë se sa e para, ajo e menaxhimit të situatës post përmbytjeve, ku ka të bëjë me shpërndarjen e ndihmave humanitare për banorët e zonave të përmbytur, për llogaritjen e dëmeve, kompensimin e dëmeve dhe të tjera. Për të diskutuar këto dhe çështje të tjera që do dalin gjatë emisionit, e kemi ftuar sonte në studion e televizionit Apollon deputetin e qarkut të Fierit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotin Robert Bitri, mirë se ka në studion e televizionit Apollon. Artur Bogdanin, drejtorin e drejtorisë rajonale të bujqësisë në Fier, mirë se ka në studion e televizionit Apollon, dhe drejtorin ekzekutiv të bordit të kullimit Wilson Naçi. Mirë zotin Naçi, mirë se keni ardhur në studion e televizionit Apollon dhe ju falenderoj që pranovat ftesën për të qenë të pranishëm në këtë situatë. Gjithashtu nderuar shikues, i ftuar ka qenë edhe deputeti i Partisë Demokratike për qarkun e Fierit. Mirë po Kozmadashi, mirë po justifikimi i tij se kemi seancë plenare apo dhe ose ndoshta mund të jetë dhe reale, ka bërë që ai mos jetë i pranishëm në studio. Gjithsesi kemi një deputet tjetër që nuk ka qenë i pranishëm në seancën plenare. Mund ta justifikoj kolegu i tim. Jo, Kozmaj është vërtet që sot ka pas komision dhe po përgatitet për seancën plenare të Po kështu më tha, kemi komision dhe kemi. Është vërtet që Kozmaj ka qenë prezant. Do të ishte mirë që ai të ishte i pranishëm pasi ka pas një qëndrim opozitar sistematik të Partisë Demokratike, madje edhe të subjekteve partijake të krahut opozitar në lidhje me keq menaxhimin e ndihmave apo dhe situatës përmbytjeve. Gjithsesi do të fillojmë të diskutojmë në këtë emision të drejtë për drejtë, nderuar shikues, me problematikat e krijuara pas përmbytjes. Zoti deputet, përmbytjet ishin të konsiderueshme, madje disa thonë të parat në 100 vite, disa të tjerë sjellin shifra dhe fakte të tjera, gjithsesi dëmet ishin të konsiderueshme. Duhet ta pranojmë që këto përmbytje ose ky moment ka qenë një nga më të rrallët që ka ndodhur, të paktën unë nuk jam moshë dhe mbaj mend shumë mirë që në rreth viteve 80 ka ndodhur për herë të fundit që Oxhara ka ndenjur 15 ditë ose ferma e Oxharës asaj kohe ka ndenjur rreth 15 ditë në ujë dhe kësaj radhe po jemi po në të njëjtat kushte, bile shira të rëna në zonën e Gjirokastër, Tepelen, por dhe në Greqi, janë nga më të mëdhajet ndodhur në 50 ditët e fundit. Tani, pavarësisht nga situata,
që ndodhi, për hir të informacionit të sotëm, për hir të teknologjisë e cila është shumë e përparuar se në ato vite, qeveria shqiptare dhe në përgjithësi ndërmarrjet dhe qytetarët nëpërmjet komunave arritën të marrin një paralajmërim, sidomos ditën e shtunë kam qenë prezent me Ministrin e Bujqësisë zotin Panariti, ku është bërë prezent bashkë në një intervistë që ai ka dhënë së bashku me prefekten e Vlorës, ku është hedhur edhe një opsion që është përsëritur dhe një ditë më mbrapa, ditën e diel, së bashku me prefektin e Fierit, që duhet parë dhe opsioni i shpërnguljes, sidomos të baktive dhe të gjës së gjallë nëpër shtëpira, atje ku mundësia e përmbytjeve ka qenë edhe më shpesht, edhe herë të tjera, si në vitin 2005, ose edhe në 2012. Dhe, sipas gjithë informacioneve të marra dhe kontrollit të institucioneve në varësi të Ministrisë Bujqësisë, por dhe të vetë ministrit, të angazhimit të tij të përditshëm, komunat nëpërmjet zinxhirave të tyre të kryeplejësisë, të informatorëve që ata kanë që shpërndajnë nëpër shtëpira, janë lajmëruar njerëzit dhe janë paralajmëruar që të marrin masat që mundësisht shpërngulja e gjës së gjallë dhe cila kishte mundësi të shpërngulej në zona të mësipërme, jashtë asaj rreze që me të vërtetë dhe herë të tjera lumi i Vjosës kishte vepruar. Por, pavarësisht nëse njerëzit lëvizën ose mbajtën aty dhe bagtitë e tyre, fatmirësisht për të gjithë ne, fatë që asnjë nga banorët e të dy qarqeve ose banorët rreth lumit të Vjosës nuk patëm humbje në njerëz, dhe kjo është një sukses ose është dhe një fat për ne dhe për gjithë banorët e kësaj zone, që nuk patëm humbje në njerëz, sepse kjo është dhe fatkeqësia më e madhe që mundohet. Gjitha dëmet e tjera eliminohen pak nga pak, me mbështetje, me solidaritet, me ndihmën e qeverisë. Në kohë dhe në hapësirë, eliminimi i këtyre dëmeve do të bëhet dhe do të, sipas dhe gjithë premtime që ka bërë qeveria nëpërmjet kryeministrit të vet, do të evidentohet, do të dalin në pa gjithë dëmet që janë bërë nëpër shtëpira, nëpër të mbjella, nëpër bagti, dhe do të bëhet një kompensim i plot me vlerën e plot të tyre, dhe kjo gjë jo vetëm si premtim, por unë mendoj dhe besoj që do të jetë një fjalë e mbajtur e qeverisë shqiptare. Realisht situata ishte emergjente. Nga përvoja juaj si prefekt dhe si agronom ose specialist i bujqësisë, do të si është shpallur kjo situatë realisht? Unë edhe nga eksperienca e prefektit them që allkat e shtetit, pavarësisht se ça thuhet dhe ça trumetohet nga opozita, them që ishin në lartësinë e detyrës së tyre. Nuk mund të dilje tani dhe të prisje të dilje lumit përpara. Kjo gjë mund të mendohet nga opozita. Vërshimi i lumit pas rënies së shirave është një normalitet ekologjik. Është fenomen natyror, po shpallja e situatës emergjente ka tjera masa brenda situatës. Shpallja e masave ishte në lartësinë e detyrës. Me të ndodhur përmbytja, u ngritën shtabet e emergjencës në të dy prefekturat, qoftë në Fier, qoftë dhe në Vlorë. Prezenca e këtij shtabi në evidentimin, në radhë parë njërë në largimin e njerëzve nga shtëpitë, largimin e gjës së gjallë nga vendet e përmbytura, largimin e
të gjithë asaj që duhesh dhe mund të largoheshin për mos u dëmtuar ose që dëmet të ishin sa më të pakta. Kjo gjë unë nuk di që nuk ka funksionuar, unë kam qenë prezent gjatë gjithë kohës, përveç 2 ditët e para, që unë kam qenë me shërbim jashtë shtetit, por kam qenë ditën e shtunë dhe ditën e diel me ministrin Panariti. Kemi vajtur, siç edhe u thash, kemi bërë dhe vetë Panariti ka dhënë idenë e largimit të atyre dhe informimit të gjithë zonës ku Vjosa mendohesh që mund të dilte. Sepse nga dhënat sinoptike ishte parashikuar që shirat e mëdha do të çonin në lëvizjen e kësaj. Dhe unë nuk e di se ku nuk ka funksionuar. Jo, nuk flitet se s'ka funksionuar, po pse nuk është publikuar, nuk është shpallur kjo situatë? Çfarë shihet pas saj? Domethënë ka një problematik me kompensim financiar Tani. Opozita, kjo është një gjë që e thot opozita. Pra, opozita e thot që duhet të shpallet gjendja e jashtëzakonshme. Po, që të shpallet gjendja e jashtëzakonshme do thot që nuk funksionon asnjë gjë në këto zona, në këto pjesë të cilat janë të përmbytura dhe qenia përmbytje do të ishte kur kalojnë rreth 5 ditë dhe që ti nuk e mundësi manovrimi, por që duhet një angazhim shumë i madh qeveritar, duhet një angazhim shumë i madh i emergjencave natyrore të qendrore dhe duhet një angazhim shumë herë më i madh i forcave, i ushtrisë dhe policisë. Por në këto situata gjendja nuk erdhi. Për disa ditë banorët ka qenë të izoluar të fshatrave të Levanit, madje edhe kryetari i komunës ka qenë i pa evakuar. Domethënë një gjeti i befasuar brenda shtëpi ka qenë mbyllur njësia vendore për shkak të bllokimit të kryetarit të komunës. Banorët e fshatit Boço, e fshatit Bishan. Unë ditën e parë dhe të dytë të thash që ka qenë të izoluar, madje edhe ne kishim vështirë të futeshim. Gazetarët kanë nxjerrë me ato gomone si quhen ndryshe ose varkat e vogla kanë shpëtuar baktia, po njerëzit kanë evakuuar. Okej. Ka qenë situata për tu. Situata ka qenë, po them që ka qenë një situatë lehtë. Ku ka qenë se kemi me qenë një deputet dhe një problematikën. Një situatë që përveç atyre që e imagjinonin, që dhanë dhe porosi që njerëzit largohen, të tjerët, populli nuk ishin në gjendje të kuptonte dhe të mendonte që mund të ndodhte një gjë e tillë. Gjithmonë e morën si gjëra të zakonshme që ne shqiptarët nuk e vlerësojmë ashtu siç duhet dhe gjendemi para të papriturve shumë të mëdha dhe na gjen të paprigatitur. Por të tërë organet qeveritare pas momentit të parë kanë funksionuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe po të shikojmë, qoftë në qarkun e Vlorës, por ne flasim për qarkun tonë, për qarkun e Fierit, në prefekturën e Fierit, ngritja e grupit emergjencave, i shtabit e emergjencave, ku merren pjesë gjithë drejtuesit shtetëror të kësaj, duke filluar që nga bordi, duke filluar nga bujqësia, nga tatimet, nga policia, nga ushtria, të tërë ka qenë në gatishmëri nga zjarfikset. Unë nuk e kuptoj. Atëherë situata emergjente është e shpallur. Situata e zakonshme nuk është shpallur. Emergjente, çdo më thënë emergjente. Emergjente do të thotë që të funksionojë shtabi i emergjencës. Ka dy gjëra. Shtabi jep situatën e emergjencës, që do të thotë funksionon shtabi, ka në kontroll tërë situatën, komandon të gjitha mjetet, fondet, njerëzit, funksionet e këtyre njerëzve, detyrat që ata marrin. Pra, ky shtab ka funksionuar shumë normalisht që ditën e parë të përmbytjes së saj dhe deri më sot. Çdo gjë kalon vetëm nga shtabi i emergjencave të qarkut Fier, të rrethit Fier. Dhe prefekti në krye të kësaj detyre dhe asnjë, qoftë kryeministër, qoftë emergjenca qendrore, të tëra janë në urdhët e këtij shtabi. Po banorët kanë pas qetësim se nuk kanë qenë të pranishëm përfaqësues të shtabit terror ose për ditë tëra. Nuk janë kontaktuar. Kjo nuk qëndron. Sepse tani ne kemi pas kontakte drejt për drejta, janë shpesh ndoshta tani njerëz të veçantë, në momente të veçanta, në vende të veçanta,
mund të kenë pasur, si që mund të flitet në pyllin e Hoxharës, si që mund të flitet ditën e parë në Ferras, por ditën e tretë në Ferras nuk ka pas me ujë. Dhe të gjithë njerëzit qarkullonin. Urdhër, fol. Tani, natën e përmbytjes, për sa deputetit për njerëzit kanë ankime, kam pasur praninë e pushtetit vendor dhe shtabit të emergjencave, unë kam qenë vetë prezent, që në orën 12:30 të natës, në lagjen e parë të Ferrasit, ku është evakuar dhe fëmija i fundit dhe ai pronari Shqipur Solet me gjithë shoqen, unë kam qenë vetë. Në orën 12:30. Evakuimi i fundit bile ka tentuar, të lutem, ka tentuar 3 herë gomonet për efekt të rrymës, nuk kanë mbritur dot në vend. Kanalet dhe polumbarët, në orën 12:30 janë evakuar të gjithë personat në Ferras. S'ka pasur me... Unë kam qenë vetë prezent, si të servisi dhe në Ekurudh. Po në zonat më thella jo. Edhe në zonat e thella, të lutem, në zonat e thella, në Bishan, të lutem, në zonat e thella, në Bishan, ka pasur qendra e fshatit nuk është mbytur, dhe ata njerëz ju bllokuan si kryetari komunës, si ju thot, pak më parë. Po kam pas kontaktun. Po edhe unë kam pas kontakt. Edhe unë kam pas kontakt. Nuk vi dot sepse jam i bllokuar. Po, është i bllokuar se nuk rruga që të bie nga Qari, për të ardhur nga Bishani, për të ardhur në Levan, u bllokua pikërisht në hyrje të Ferrasit, në hyrje të Qarit. Po bllokohet gjithë komunikimi, do të izolohet zona. Zona ishte izoluar, po jo se kishte rrezikshmëri. Rrezikshmëri ka pasur lagja e parë e Ferrasit. Ka qenë prania e institucioneve po flas. Që njerëzit kishin hipur për Solet dhe ato u evakuan të gjithë. Prezenca e shtabit ka qenë një ata dhe asjatë e shtabit. Turi thot kam qenë prezent. Prezent. Po ka qenë. Derisa në orën 12, drejtori i bujqësisë ka qenë në zonë. Do të thotë që shtabi ka funksionuar. A ka folur shtabi me çdo njeri? Ja. Nuk mund të pretendohet që shtabi i emergjencave duhet të flasë me çdo njeri që ka nevojë. Çdo familje dhe ndër. Po me çdo njeri që ka nevojë. Kur bllokohet zona e Bishanit, e cila për hir të vërtetës nuk u përmbyt. Qari nuk u përmbyt fare. Kjo nuk do të thotë u izolua. Përmbytur Boçova. Duro, u izolua. Në një moment caktuar nuk pati kontakte, nuk mund të vinte e të dilte në qytet. Por kjo nuk do të thotë që atje pushteti qendror, vendor, prefektura, drejtorët e shtabit, tërë drejtuesit e shtabit të emergjencave nuk ishin prezent dhe nuk po merreshin me këtë punë. Nuk ishin prezent që të gjendesh. Tani, nëse ne do të mendojmë që për çdo fëmijë, nëse shqyqyr Zotit, që jo çdo familje kishte nevojë në atë. Se nëse do të kishte çdo familje, atëherë mund të vendosej gjendje e jashtëzakonshme dhe sepse kishte nevojë për shërbimin e një force shumë më të madhe se sa shtabi i emergjencave të prefekturës. Ku përfshi ushtria dhe patjetër, nëse situata do të ishte e tillë që duhet të evakuohej çdo familje, automatikisht do të vendosej gjendje e jashtëzakonshme. Por kur situata nuk ishte jashtë kontrollit, situata nuk na çoi në dëmtimin dhe në vdekjen e njerëzve, nuk na çoi në dëmtimin masiv të gjithë blegtorisë që ne kishim prezent. Pa ky është shkaku i Ky është shkaku që shkallë përcaktohet. Kam parë her pas here pretendime të opozitës në lidhje me këtë problem. Zoti drejtor, në përgjithësi flitet kudo që mos funksionimi i sistemit kullus ka qenë një nga shkaqet e rritjes së përmasës përmbytjes për tokat bujqësore kryesisht, madje edhe ato shtëpi që janë prekur nga uji, nuk kanë qenë të pakta. Është realisht kështu? Tani unë përfitoj nga rasti për ta sqaruar këtë publikisht, sepse ka 2 momente të përmbytjeve për të diskutuar për shkaqet. Në rastin e përmbytjes nga shirat, nga rreshtet të tokave bujqësore në sipërfaqe masive, të cilat për 72 orë nuk do kullojnë, atëherë kemi të bëjmë me një përmbytje tek e cila mund të vësh gishtin tek institucionet dhe konkretisht e bordi kullimit që nuk funksionon sistemi kullus. Në rastin ton, nuk kemi të bëjmë me këtë gjë, po kemi të bëjmë me përmbytje për shkak të daljes së shtratit të Lumenj, dhe të rrjedhjes së Lumenjve nga shtrati dhe përmbytjes. Më thënë, njëri është një faktor dhe tjetri është një faktor tjetër. Do të thënë, janë 2 drejtime të ndryshme. Që t'i sqarojmë si momente. Në rastin e përmbytjes që ndodhi aktualisht, unë përfitoj që
të bëj dhe pak kronologjin, duke diskutuar dhe duke folur dhe për shkaqet pse ndodhi. Duke argumentuar teknikisht, sepse është institucioni jonë, po pra, sepse është institucioni jonë ai që e mbulon drejt për drejt monitorimin dhe mirëmbajtjen e argjinaturave për mosdaljen e lumejve nga shtrati. Në rastin e lumit Vjosa, në datën rreshjet kanë filluar në datën 29 në darkë dhe kanë vazhduar me intensitet në datën 30 dhe në datën 31, kur mbasdite situata filloi të bëhej emergjente. Ndërkohë ne kishim në monitorim të gjithë bregun e Vjosës, që nga komuna Frata, Kut dhe deri në Pishporo, në Grykderdje. Në datën 1 në mëngjes ka filluar përmbytja e parë në zonën e Kutës, ku janë përmbytur rreth 70 hektar, 75 hektar Mallakasë, sepse që aty po flasim për pjesën e lumit që prek rrethin e Mallakasë dhe të Fierit, që aktualisht i mbulon bordi i kullimit. Dhe ka filluar përmbytja ka vazhduar në fushën e Romsit, në komunën e Kal, ka vazhduar pastaj në komunën Cakran, në Tojkan, Varibop, për të kaluar në komunën Frakull dhe më pas në komunën Levan, në zonën e Ferasit, në pjesën e Pishporos dhe më tutje në Bishane dhe më Këtej. Shkaqet e përmbytjes, prurja më madhe e lumejve, që ka qenë e lumit Vjosa, që ky është shkaku kryesor, që kanë qenë prurje të papara, të cilat llogariteshin deri në 700 metro kub në sekond. Më thënë, janë prurje që po flasim për vërshim masiv ujrash. Dëndësi e papar ujrash, që edhe sipas meteorologëve, edhe sipas specialistëve hidroteknik. Por dhe ata që sot janë të vjetër që e mbajnë mend atë situatë, nuk është parë prurje të tilla të lumit Vjos. Shkaku kryesor është mungesa e argjinaturës në lumin Vjos. Nuk ka përshëndëtuar. Lumi Vjos, aktualisht që flasim bashkë ne, nuk ka argjinaturë reale. Por bankinat e dy kanaleve vaditës kryesor, degës kryesore që i temin edhe degës Martinës, kanë shërbyer si argjinatur për lumin Vjos. Por ato nuk janë argjinatura me projekt teknik, të cilat kanë për destinacion mbrojtjen e daljes së lumit nga shtrati. E tjetra, kush ka qenë shkaku? Shkaku ka qenë dëmtimi i bankinës së kanalit degës Martinës, që tham, ka shërbyer në të kaluarën, edhe tani që po flasi bashkë si argjinatur, në pjesën e urës së re të autostradës Levan-Vlorë, ku nga ndërtimi i urës, në projektin e ndërtimit të urës, ka ndikuar shumë këmbët e urës, po t'i shikosh me vëmendje, po flasim teknikisht, largësia në hapësirë drite midis njëra tjetrës është shumë e ngushtë. Gjë që bën që shtrati i lumit të ngushtohet. Plus te këmbët e urës janë hedhur inerte dhe e shprishur gjithë sistemi mbrojtës i bankinës kanalit Martinës, për cilën si vjet qeveria shqiptare ka akorduar një fond për 62 milion lekë të reja për ta ristrukturuar, për ta sjellë në. Pjesa tjetër është pjesa nga dega e Martinës deri në Grykderdje të lumit Vjos, që është pa argjinatur. Detyrimisht ato lloj prurjesh do sillnin dhe ato pasoja. Pjesa e ujit që hyri në toka mbasi ka përderdi Vjosa, ka hyrë nëpërmjet kolektorëve kryesor kullus që derdhen në lumin Vjos, kanë kaluar në kolektorin tjetër që ne i themi depresioni, dhe gjithë fusha që janë dhe është përmbytur fusha e Bishanit, e Poros, Jarua, Levani dhe deri në Darzes. Dhe të gjitha këto janë ujra që derdhen në hidrovorin e... Po ndërtimet në zonat ose brenda përgjatë lumit Vjos, apo brenda argjinaturës, apo dëmtimet e kolektorëve, nuk janë shkaktar, nuk janë faktori njeri që kanë ndikuar. Tani ju a thash pak më përpara... Jo, përmendet disa faktorë do më thënë ndryshimin midis dy lloj të përmbytjeve. Në këtë rast po flasim për përmbytjen nga dalja e lumit nga shtrati i vet. Në këtë rast ka ndërtimet, sidomos në urën e Mifolit, ndërtimet që janë bërë në të dyja krahët e urës, që janë shumë afër
shtratit të Vjosës që përkojnë afër me bankinën e kanalit, që po flasim shërbim si alienatur, pa tjetër që e kanë prishur fizionominë e shtratit. Është sikur ta ngacmosh, domethënë, lumi flë dhe ti e ngacmon në kuptimin, po e flasim populloshe. Dëmtimi i brezit pijor për pa gjatë tjetër lumit, që ka të bëj. ku janë ndarë toka bujësore të fermerëve, sipas të ishat mimpis në një brenda alienatur, domethënë ka shumë faktor, arsye dhe shkaqe të pasgjidhur në 25 vjet që shfaqin këtë problematik. Dhe shqyqyr zoti kur tha deputeti që ishte me kaq, pasi do të ishte edhe më dramatike. Aktualisht, zoti deputet, ka zona që janë të përmbytura në qarkun e Fijet? Vazhdojnë të ketë akoma rreth 2000 deri në 3000 hektar, sidomos në zonën e Povelçës, me gjithë thithjen e madhe dhe punimin e të gjitha pompave prezente në hidrovorët e bordit të kullimit, qëndron që zona e Povelçës akoma është e përmbytur dhe mbuluar në ujë. Dhe sipas informacioneve që Coni na jep nga kjo zonë, lëviz rreth 10 deri në 15 cm në ditë. Është lëvizja e sasisë së ujit. Po tërheqja, apo rënja e nivelit? Rënja e nivelit ujit. Unë kam informacione që pishporua dhe darzeza, pra sipërfaqe tëra ndodhen akoma të përmbytura. Po, është e vërtet. Pikërisht për këtë zonë po flisin. Po, për këtë zonë. Zona e darzezës vazhdon të qëndroj dhe këtu tani vim te pjesa e punës që është lënë në kohë dhe në vite, pa u bërë, pa pastruar kanalet, pa pastruar kullusët qoftë të parë dhe dytë, sepse në qoftë se do ishte bërë, si që është bërë, këto 2 vjetë, në bordin e kullimit, puna e bordit të kullimit, do të ishe me këto ritme, ne do të kishim bërë, përmbytja do të ndodhte përsëri. Por largimi i ujrave nga sipërfaqet e tokave do të ishte shumë më i shpejtë. Prandaj tek ajo që ju ngrini me të madhe është që qeveria duhet të fillojë të mendojë pse çdoi kjo punë. Pse kush ishte shkaku kryesor i ndodhjes së këtij problemi. Pra, dhe kjo që them unë që duhet të investoj shumë më tepër për kullimin, sepse nëpërmjet kullimit ne do të fusim në eficiencë dhe tokat bujqësore të cilat sot fshatarët pak për neglizhencë të tyre, por edhe pak sepse mos funksionimi i kanaleve kulluese ka bërë që një pjesë e sipërfaqes të tyre të dalin jo eficiente, të jenë jo në nivelin e duhur për kultivimin e kulturave bujqësore, sepse duke mos funksionuar kullimi dhe vaditja, bëjnë të mundur që eficienca e kulturave që ata mbjellin mos jetë në rendimentin që ata kërkojnë, sepse rritja e rendimentit do të bëjë në uljen e kostos, do të çojë në uljen e kostos dhe ulja e kostos do të bëjë që fshatari ose fermeri, siç i themi sot, të ketë një eficiencë në kultivimin bujqësor dhe rritjen e nivelit të jetesës së familjeve të tyre. Tani, sipas me si specialist, Coni mund na mbështesë ose të thotë për ta quar detajuar më saktë problemin e bordit të kullimit. Unë e gjykoj që qeveria duhet filloj të mendoj për thellimin sa më shpejt, dhe kjo ka nevojë që të investohet në mekanikën e bordeve të kullimit që do të shërbejnë për shpejtimin e thellimit dhe kullimit të tër kanaleve të para, kullus të parë dhe dytë, cilët është detyrë dhe e shtetit për t'i bërë këtë gjë. Dhe mos i lënë kullusët e mdhenjë në këtë nivel që sot kemi të mbuluar tyre qoftë nga mbeturina që hedhin fshatarët, qoftë nga bimësia që aty del, qoftë nga pakujdesia që në përgjithësi ne si shqiptarë dhe ne si popullat nuk jemi të kujdesëm të tregojmë qoftë për kanalet
Kullusë, por dhe qoftë në për Lumej. Sepse jemi ne që ndërrym në kanalet ose në si dhe të ura në projektin që ne bëm të Lumi, në vend që këmbëzët të urët jenë sa më largë dhe jo të ngushtojnë atë që quhet shtrati Lumi, por të largohen sa më tepër dhe t'i lënë hapësirë që uji aty të rrjedhë lirshëm, po një të gjë brenda argjinaturave të kanaleve Kullus, siç kemi Vjen e Ngjalës, mos kemi ndërhyrje qoftë fermerëve, qoftë banorëve, qoftë të atyre që vinë me emigrimin e stinëve nga larg, që të ndërtojnë kasollet e tyre në agjinaturat e këtyre kanaleve, duke u bërë shkak për edhjen e grumbullimin e mbeturinave të tyre dhe edhjen dhe prishjen e pastërtisë, të cilët kanë nevojë dhe pengimin që ata i bëjnë nesër edhe punimet të ekskavatorëve për të ecur sa më shpejt në këto ashtu. E dyta, unë them, ka ardhur koha që ashtu siç po bëhen prishjet e ndërtimeve pale, të mendohet dhe të fillohet që të prishen të tërë ndërtimet që janë bërë buz lumeni në të gjitha argjinaturat e këtyre lumeve. Të fillojnë të eliminohen këto ndërtime, sepse ajo pjesë duhet quajtur si pjesë e lumit. Pra ai është shtrati i lumit dhe jo shtrati i atyre njerëzve të papërgjegjshëm, por dhe edhe jo të mëndshëm, të cilët investojnë dhe edhin lekët e tyre, duke ngritur shtëpi, aktivitete private ose aktivitete të ndryshme, të cilat nesër do të çojnë patjetër edhe në dëmtimin e tyre material, por dhe në atë dëmtim shoqëror të gjithë shoqërisë, e cila vuan dhe pasohet dhe të këtyre. Në fakt, ky fenomen përveç se papërgjegjshmërisë, si thatë ju, të individëve që kanë ndërtuar, tregon edhe inekzistencën e shtetit në 25 vite. Pasi nëse do të funksiononte një institucion shtetëror dhe nuk do të lejohej në këtë zonë të kryeshin ndërtime, ai nuk ishte i predispozuar të rrezikonte as investimin dhe as jetën. Gjithsesi, kjo është një temë shumë e gjerë për të diskutuar. Nëse s'ke argumentat të tjerë në lidhje me problemin, unë do ju falenderoj që solët element teknik dhe shumë të çmuar për të sjellë një rezume në lidhje me shkaqet dhe faktorët e rritjes sipërfaqes së përmbytur, dhe do të kalojmë pjesën e dytë të emisionit, atë të shpërndarjes ndihmave dhe mbështetjes familjeve të përmbytura. Nëse s'ke, nuk duhet të ndërprerë deputet, pasi ke specialisti. Duhet të saktësoj edhe një gjë nga shifrat që më dhe. Nga shifrat që kam unë, janë 864 shtëpi të përmbytura. Dhe jo 8.000. Unë thash 8.000. Janë 8.000 krerë bakti dhe 864 shtëpi. 864 shtëpi. Në shifra e baktisë ishe shumë i saktë. Shtëpit përmbytura ka pas me mira, 3-4.000 të gjitha fshatrat i ka pas. Flasim atje ku uji yri brenda në shtëpi. Kto që ndoshta do të evidentohen edhe për efekt zhdëmtimin nëse kanë. Domethënë do ta themi në fazën e dytë, grupet e punës kanë filluar. Po, tu fillon dhe problematika, unë mendoj se te menaxhimi pas situatës së përmbytjes. Në fakt ne kemi përgatitur disa kronika televizive me gazetarët tanë që kanë ndjekur rast pas hapit këtë problem, me dinamikën e saj, me ngjarjet, me zhvillimet. Po unë do të them përpara se të ndjekim një kronik të përgatitur për shpërndarjen e ndihmave në zonën e Ferrasit, përgatitur nga Elvis Kuçi, ku ndihma kanë ardhur dhe nga Kosova dhe nga rreth e tjera të zonave veriore. Ne do të diskutojmë në lidhje me planifikimin e shpërndarjes së ndihmave, që në ditën e parë ka ndarë probleme. Ndihmat janë ndarë nga subjektet politike për antarët, për simpatizantët, për fajsusit e subjektet politike që kanë ndarë të ndihma. Domethënë ankesa ka qenë në të gjithë territorin qarkullësit. Ka pas ankesa në Tarzez, në Poveç, në Ferras, në zonën e Levanit e tjerë. Domethënë pse duhet veprohet kështu ose pse duhet krijohet një pakmesi? Po, për ju deputet.
Kur tjetë kronika gati, regjia mund të transmetoj. Po, vazhdo. Duhet të themi që në momentin e ndodhjes të përmbytjeve, ka një moment në cilën njerëzit fillojnë dhe mendojnë dhe vrasin mendjen se si do të ndihmojnë këta njerëz, si do gjenden këtu njerëzve pranë, dhe në përgjithësi në momentin e parë përveç shtabit të emergjencave që punon dhe planifikon çdo lëvizje të trupave, çdo lëvizje të makinerive, të lëvizje të ndihmave, qoftë të varkave, të makinerive, të tjerët që janë jashtë këtij grupi, fillojnë dhe të mendojnë dhe të veprojnë se si do të gjenden, sepse midis tyre mund të kenë simpatizant politik, midis tyre kanë njerëz familjar që të tyre, kanë shok, miq, dhe në këtë moment fillojnë të mendojnë si do të gjenden këtyre njerëzve pranë. Kjo gjë ndodhi dhe në ditët e para të tonat, me cilët duhet të themi që të gjithë njerëzit vrapuan për t'u gjendur pranë këtyre njerëzve, përveç pjesës së punës së shtabit. Dhe pas momenteve me cilat ankesat filluan dhe të vinë, por që pa ofenduar njeri, por pa dashur të prek. Unë kam qenë prezent në shumë ngjarje, një dy dua t'i përmend dhe këtu, dhe pavarësisht se ç'thon njerëzit, por më shumë flasin ata që nuk janë prezent, më shumë flasin ata që nuk janë dëmtuar, se sa ata që janë dëmtuar me të vërtet, dhe ata që kanë qenë prezent gjatë gjithë kohës, ashtu siç kanë qenë edhe dy drejtorë dhe më pas edhe unë, por pa diskutim dhe pa më të voglin dyshim, gjithë shtabi i emergjencës, të gjithë deputetët e Parlamentit Shqiptar të qeverisjes, qeveria vet, një pjesë e ministrave, gjithë ata të cilët e kishin dhe detyrë shtetërore kanë qenë në çdo moment, në çdo kohë. Unë kam qenë prezent vet dhe do t'ju tregoj dy historira. Një, ditën e parë kur u ktheva nga shërbimi, së bashku me Conin, Benin, sekretarin e përgjithshëm të prefekturës, dhe me drejtorin AKU-s, Alfred Çukon, ipëm dhe vemi në hidrovorin e Oxharës. Atje pam, sepse ishte një moment që dhe ujërat kishin tentuar që mund të futeshin dhe në dhomën e pompave dhe mund të kishte pasoja, sipas deklarimit të Conit, dhe vajtëm e pam dhe njerë dhe pam atje që ujërat kishin rënë. Dhe u qetësuam në atë pikë dhe momentin e dytë vajtëm në urën e Mifolit. Atje, një ditë përpara nuk hyje dot atë që tha dhe Turi, sepse rruga ishte e bllokuar, por atë ditë kishin rënë ujërat dhe gati dhe një 2 metra, kur një ditë përpara, ura e vjetër e kalimit, në ura e metalike, ishte deri në kufit e rrugës që atje kalonte. Kësaj radhe kishte rënë rreth 2 metra dhe kjo ishte një gjë shumë e mirë që në cilën ne na qetësuan. Në darkë, veten në shtëpi dhe shikoj një emision ku po jepeshin dhe deklarimet nga zonat e përmbytura. Prefektja e Vlorës prezent dhe një deklaratë e bërë nga një gazetar që unë s'po e përmend, për etik, thoshte që Ferasi ishte i përmbytur. Të nesmen, së bashku me prefektin, me kryetarin e komunës, ishim në një takim me bizneset e dëmtuar, së bashku me drejtorin e tatimeve, dhe rafën mendime se si do të shku, dhe atëri thënë Gjelos, kryetarit të komunës, do vemi në Feras se mbrëm kështu deklarua. Aty prezent në atë takim ishte edhe një
person i cili kishte deklaruar në atë televizion që kishte 4 ditë që pushteti nuk ishte vajtur pranë tij. Në atë mbledhje dikush i tha, po nuk të erdha unë ty tha ditën e parë dhe thash largohu, për dhe edhe ti më the që nuk largohem? I thash, është e vërtet kjo? Se u bëj një ballafaqim aty. Është e vërtet kjo? Po. Ti që një deklarues mashtrusësh dhe ti duhet të dalësh sot të deklarosh që dije me deklaratën që bëre mashtrove. Ai iku, u largua nga ai takim dhe vajte në Feras. Dhe pash që në Feras të gjitha shtëpitë nuk kishin më asnjë pikë ujë. Ishin vetëm një shtëpi e rënë, që ishte me të vërtet e dëmtuar dhe kishte rënë shtëpia. Dhe momenti i dytë ishin disa familje të cilët kishin ujë në baçet e tyre, por jo në shtëpi. Dhe e dyta, një ngjarje në Oxhar ose në Darzez. Në Oxharin që i thoshim ne njërë një kohë. Ishte një kuksi i cili donte trajtim dhe kryetari i komunës, i cili ka qenë një njeri heroik si gjithë kryetarët e tjerë të komunëve, qoftë Viktori në Fraku, qoftë Xhelua në Bishan, në Leva, qoftë Viktori tjetër Faskua në Dermenas, të cilët ka qenë prezent në çdo moment dhe kanë qenë prezent dhe kanë ndarë me të vërtet çdo pako me dorën e tyre. Atëherë ne do ndjekim një kronik tjetër që tregon është përgatitur ditën e sotme në fshatin Povelç, ku banorët ngrenë shqetësimet e tyre dhe kryetari i komunës e konsideron të vërtet. Madje ai prononcon duke thënë se nuk do të ketë më përdorim politik të ndihmave. Ndjekim kronikën e përgatitur. Në fshatrat Povelç dhe Darzez të komunës Dermenas ka pasur probleme me keq menaxhimin dhe keq përdorimin e ndihmave humanitare për banorët e përmbytur. Kështu janë shprehur përfaqësuesit e komunitetit të zonës. Sipas tyre janë trajtuar me ndihma familjet që nuk janë të përmbytura dhe nuk janë në nevojë dhe kanë ngelur pa ndihma banorët e dëmtuar. Sipas banorëve të fshatit Povelç, subjektet politike të cilat kanë dhënë ndihma në zonat e përmbytura kanë angazhuar militantë dhe simpatizantë të partive përkatëse të cilët kanë abuzuar duke i keq shpërndar ato. Një kuti ka marrë vetë në shpinë. Kush e ka dhënë? Tani që më vi. Atje mora, në te gardi atje. Se çfarë ndihmë ishte? Ndaj keq ndihmë apo s'ka? Keq ndare, po kush ka marrë? Domo të tërë kush s'ka marrë fare. Kanë marrë, po sot ka janë futur rrugë të mbaj të si me të nda. Se këto vite tjera mori shapur përës në mbaj Kalamaj. Po pa të rremu, se të futush i këta partive, futush i seksion të partive. Kanë ndihmat e mbarshme. Tashi shumë pak. Me taraf. Kështu janë ndarë në parë, Po. Kam dhe unë 2 fëmijë për të ushqyer. Jam me përmbytur ka sollë. Nuk janë ndarë me rritë. Si janë ndarë? Janë ndarë këtu me kërmetur, pa komision, kush dilde aty, shpërndash. Për t'i dhënë fund abuzimit me shpërndarjen e ndihmave për banorët e zonave të përmbytura të fshatrave Povelç dhe Darzez, kryetari i komunës Dermenas Viktor Fasko është shprehur për televizion Apollon se po ndryshohet forma dhe modeli i shpërndarjes së ndihmave. Sipas tij, ndihmat do të trajtohen vetëm familjet e përcaktuar në listën e komisionit të pushtetit lokal, kryefamiljarët e cilave me kartën e identitetit do të trajtohen me ndihmat e përcaktuara. Gjitha ndihmat që kam ndarë janë shumë transparente, janë të firmosura dhe me numër karte siç po veprojmë tani në Povelç. Ne sot vetëm në fshatin Povelç, sepse kemi pasur të dhëna sigur ka pasur abuzime. Unë sot kam ndarë rreth 70 dënje bari, 70 pako me nga 50 kg ndihma së bashku me kryqin e kuq dhe mbrëm përsëri kam ndarë 120 dënje bar me familje të cilat i kam të dokumentuara me numër karte dhe të firmosur nga vetë personat që kanë marrë. Komunë Dermenas do bëhet transparente plot për të gjitha ndihmat që do ndahet dhe nuk do të lozë askush në kurrizë të atyre banorëve të cilët janë përmbytur dhe janë në një gjendje shumë dramatike. Ne nuk po bëjmë asnjë lloj dallimi të djathtë apo të majt, prandaj dhe partitë politike duhet të bëhen bashkë për të ndihmuar këta njerëz e jo të bëjnë politikë në kurrizë të këtyre banorëve. Sipas kryetarit të komunës Dermenas, zotit Fasko, do të marrë fund përdorimi i ndihmave për interesa politike të partive që qeverisin vendin dhe atyre në opozit,
të cilat sipasi në shumë raste i kanë përdorur ato për fushat elektorale. Sipas kryekomunalit të Dërmena Zotit Fasko, me mënyrën e re të shpërndarjes së ndihmave humanitare, gjatë ditës së sotme kanë përfituar 190 familje, të cilat kanë marrë rreth 200 pako me bazë ushqimore për bletorin dhe 170 me paketë ushqimore ku përfshihen edhe 300 çadra. Faktikisht kronika e përgatitur ku banorët shpelin hapur ankesat të tyre në lidhje me shpërndarjen dhe menaxhimin e ndihmave humanitare, ku pasi u pa qartë, domethënë ne marrim antar, militant, familjar të shpërndarë të ndihma dhe nuk shkojnë atje ku duhet. Ky është problemi i madh. Dhe duhet me një herë masa kryetari i komunës ka pas një reagim pozitiv sot, ai ka shkuar vetë duke ndryshuar dhe formën me karta identiteti, ndoshta s'është koha për të verifikuar, po abuzimet. Jo, është për të verifikuar. Abuzimet në 2 ditë e parë të ndarjes ndihma janë shfaqur frikshëm. Po normal, ta thashë një ditët e para. Ne televizion, ne emrin tim në ndërhyrjen e deputetëve dhe gjithë ato që kanë mundësi për ta çuar atje ku duhet ndihmën. Ka një gjë. Ditët e para është normale, unë ta thash. Ditët e para mund të kishte dhe lëvizje. Nga dëshira për çuar nga dëshira për çuar. Më vonë. Po nuk justifikohet. Unë pak të flas edhe për subjektin tim politik. Të tëra gjërat ne në takimin që bëm ditën e diel me shtabin e emergjencave të prefekturës, një gjë doli e qartë edhe aty ishin kryetarët e komunës, ishin tërë deputetët, ishin drejtues e shtabit e këtyre institucioneve. Një gjë u la detyrë. Në çdo gjë tani do të lëvizet dhe do të komandohet nga shtabi. Sepse iku koha e momentit dhe tani me të vërtet duhet një gjë shumë e rakorduar, shumë e komanduar dhe shumë e mirë administruar. Këtu mund të ketë brenda dhe ndonjë abuzim të ndonjëri, kështu që duke e mirë administruar me njerëz të cilët janë shumë të përgjegjshëm, por dhe me lëvizje me karta, ashtu siç edhe kryetari i komunës tha Viktori, filloi që pardie, domethënë që nga dita e diel e këtej çdo lëvizje që është bërë në për komuna ka qenë krye plaku, domethënë grupi i shpërndarjes në çdo fshat dhe kryetari i komunës. Askush nga këta nuk ka të drejtë të marrë dhe askush nuk ka drejtë të çojë qoftë një ndihmë, qoftë se ai ka personale, mund t'i japi personalisht dikujt, por nuk mund t'i japi ndihmë masive sipas preferencave politike. Ka familje që janë të përmbytura dhe kanë nevojë për ndihmë, ato pastaj ndihma personale dhe të tjera mund bëhen forma. Nuk besoj që kjo gjë që me të vërtet Viktori ka pas problem përderisa dhe e ka deklaruar. Unë kam marrë sot një informacion nga banorët në mesditë dhe jam detyruar të shkoj për të verifikuar, është kështu ose s'është. Ju e pat që kryetari i komunës e pohoi një gjë të tillë, ta kanë të drejtë banorët, po ne do ndryshojmë modelin. Gjithsesi e rëndësishme është që ato ndihmat shkojnë destinacionin e dur dhe mos ta abuzohet, pasi ne abuzojmë me të keqen e tjerëve dhe në dëmë të tjerëve për interesa meskine, apo politike, apo partijake, apo elektorale, apo tjera. Ne do të ndjekim dhe kronikën që kërkuam pak më parë dhe do të diskutojmë për mënyrën e shpërndarjes ndihma dhe formën që kërkohet për të menaxhuar. Ndihmat në Ferras. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka vizituar banorët e shtyllasit në Fier, ku përmbytja e kullotave dhe ushqimit për gjën e gjallë po vështirëson gjithmonë më shumë jetën e banorëve të zonës. Vetë këta të fundit kërkuan ndihmë për bazën ushqimore për kafshët, ndërsa ngritën akuza se të gjithë i kanë harruar. Nimat në komunën e Levën ndahen mund telefonat, sipas deputetëve që janë pushtet. Asë një gjë nuk kanë prunë, asë nuk vjen kush për të na po. Këtu i kanë zoti kryetar se këtu është fshat i djathtë. Këtu ka qenë kamp burgu, kamp internimi, këtu nuk vjen njeri gjallë në botë. Uji nuk kursen djathët majt, uji përmbytja është përmbytje. Situata është rritë vetë. Duke fillu te kanali këtu e poshtë, as bakti, as urë, as rrugë nuk cirkullon më për arsye se është e mbytur kretë me grune, me janxhe, me të shera, me elbe, çka ka. Është përmbytur gjitha. Po, gjitha. Ne na kanë ngelur. Sa hektar janë përmbytur?
Afërsisht? 1500. 1500 hektarë? Po. Do të gjithë zona e fshatit? Vetëm zona e fshatit ka nga i dy lymë tokë ka këtu te Ullik. S'ka si gjë më botë, ke përsysh. Nivoja është, nimojnë tension me bakterier për kullota gjitha, se nuk ka as njalç, as grun, as tërçer, as njalç, as sën në botë për këtë vit. Unë kam marrë listet, ja kam paraqit Këshillit Komunës, kryetarit e përgjigje? Jo. Jo. Basha tha se qeveria duhet të përcaktoj fondin e emergjencës për zonat e përmbytura. Nevojat e banorëve të këtyre zonave janë të ndryshme dhe nuk zgjidhen me vullnetarizëm sipas Bashës. Ne nuk merremi me fjalë, ne merremi me vepra. Jemi dëshmitar që në Vlorë para 2 ditësh të gjithë ndihmat e mbledhura nga Partia Demokratike janë çuar në shtabin që ka ngritur qeveria. Në magazinat që ka ngritur qeveria. Ajo që po themi ne nuk zgjidhet kjo, as me kontributet e Partisë Demokratike, as me kontributet e sipërmarrësve, të cilët i falenderoj. Kjo zgjidhet me një angazhim të fuqishëm të qeverisë. E tham dhe dje. Me 100 milion lekë vjetra që ka dedikuar këtë vit për rezervat e shtetit, nuk përballohet dot kjo krizë. Sepse 200.000 euro ju dhanë me vendim qeveria e Serbisë e Bosnjës për përmbytjet. Fieri, Vlora, Tepelena, Gjirokastra, Korça, Elbasani, Berati, të gjitha këto zona po përjetojnë një situatë shumë të vështirë, e cila nuk mbaroi me daljen e diellit. Njerëzit nuk do ngrohen në diell. Thirrja jone përsëritur është të shpallet gjendja e emergjencës dhe fondet e emergjencës. Dalja e diellit nuk është fundi i të keqes. I shoqëruar nga drejtues Partisë Demokratike dhe kryetari Partisë Demokratike në Fier, Luan Baçi, kreu i opozitës ka vizituar edhe fshatrat Poro dhe Rrethfik, ku edhe aty është shpërndar bazë ushqimore për bagtit. Ndërkohë, rruga e kreut të opozitës është ndalur nga një protestë e banorëve të Boçovës. Këta të fundit kanë theksuar se ndarja e ndihmave në këtë zonë po bëhet në mënyrë selektive dhe nga këto ndihma nuk po përfitojnë të gjithë. Basha ka theksuar se Partia Demokratike do të ngrejë strukturat posaçme për të kontrolluar shpërndarjen e ndihmave. Qofse juve punë, Çka ka ndodhur? Po ushqimet kanë ardhur, të lutem. Ndihmat kanë ardhur për Boçovën. Në emër të Boçovës dhe nuk ardhur, nuk është shkarkuar asnjë gjë. Se jemi vetëm fshati djathtë. Tashin ju lutem na lini zëratat e neve. Se ne në fundit jemi shqiptar. Ne ndasim pas partisë ata. Ne për shpirat aty. Sa prej ush kanë marrë ndihmë këtu nga një? Asnjë s'ka marrë ndihmë aty. Asnjë s'ka marrë ndihmë. Ne erdhëm me pasaport që se ka marrë një pjesëmarrje. Ne do të vendosim njerëzit këtu. Nëse këta nuk marrin masa për shpërndarjen e ndihmave në çdo familje sipas nevojës, ne do të përballemi me ta. Ne do të përballemi, do vim ne këtu, do vi deputeti këtu. Kur do vi? Do ikim Absolutisht. Nëse këta nuk sjellin ndihmat në Boçovë, nëse nuk sjellin ndihmat dhe nuk shpërndajnë ndihmat në të gjithë banorët e Boçovës, ne, edhe një herë po ju them, ne do të përballemi me ta, do të vim këtu me deputetin, me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike, me kryetarin e Partisë Demokratike dhe do të marrim masa që o të shpërndajnë ndihmat ose përndryshe përgjegjësit do t'i vënë para përgjegjësisë. Të gjithë paguajnë taksa, të gjithë duhet marrin ndihmën. Kaq. Pra kjo ishte kronika e përgatitur nga gazetari Viskuqi në lidhje me ankesat e banorëve të fshatit Shtyllas, ishte në fakt në komunë Levan, te kryetari, te shefi i opozitës zoti Basha. Madje këtë mua ma konfirmon edhe një mesazh që ka ardhur, megjithëse ne nuk vuam aty pasi shqetësimet do ishin të shumta dhe do dëmtoi emisioni. Me mbrëma, ju falenderoj për emision, kam qenë prezent në shpërndarjen e ndihmave të fshatit Shtyllas dhe ja ruak. Ndihmat janë shpërndar sipas listave partijake të formuluara nga komuna, me thënien se po nuk je antar i PS-s nuk merr gjë. Tani unë nuk jam sot që po flasim, nuk jam antar i Partisë Socialiste. Por që të thuash që PS-ja ka thënë kështu, unë pak dhe nga qenë prezent. Edhe ne... Në fakt ne kemi kronikën e përgatitur për të diskutuar. Tani mund të deklaroj unë... Ma di kryetari fshatit ja ruak, thot pyetet zotin deputet nëse i keni dhënë një makinë me ndihmë një personi nga Skrapari pa urdhër të kryetarit komunës. Jo, si është vërtet.
Nuk është e vërtet sepse kam qenë edhe një. Kam qenë prezent edhe një. Shiko këtu tani. Më nxjerr aty më ta dëgjojnë këtë. Po. Ditën e diel. Mora një lajm, më njoftuan që do të vinin ndihmat nga Elbasani, sepse LSI-ja Elbasani kishte mbledhur ndihma dhe do t'i binte në Fier. Atë dola i prita dhe i quam te magazinat që ka shtabi i emergjencave te ETC përballë supermarketit. Shtabi kishte marrë magazinat dhe të gjithë misrin, himet që erdhën që ndej, i quam i lam aty. Kurse kishim kërkes nga Andoni nga drejtoria e bujqësisë për të çuar disa detaj veçantë. A the makinën, ta the mundën. Kishin ngelur se në të tërë kryetarët e komunave mundohen të zgjidhin njerëzit e vetë, dhe është normale, sepse për ata dhe përgjigjen, për ata dhe por janë dhe të ardhurit, dhe që parë që ta fillova historinë, për një person nga Kuksi, të cilët një natë përpara i thashë nesër, dhe ti do të trajtohesh si gjithë të tjerët. Siç do trajtohen qytetarët e zonës tonë, do të trajtohesh dhe ti pavarësisht se nuk je i kësaj zone. Sepse edhe ti je qytetar i Republikës Shqipërisë dhe të nesme i Vajta, ai kishte marrë bazën ushqimore për Blegtorin dhe ai është para se të veshë në fshatin Darzez në Krah të Djathtë. Të njëjtën gjë është bërë dhe me ata të shtyllës. Disa barinj të ardhur nga Skrapari, të cilët për arsye kishin ditë që kërkonin ndihmë. Po, që kërkonin ndihmë dhe ka qenë Turi vetë me cilën është marrë me atë punë. E mori Turi personalisht dhe është marrë edhe aty, edhe në fshatin Bashki. Unë desha të shtoja faktin, duke qenë drejtori bujqësisë, këta fermerë që janë emigruar në zonën bregdetare, që janë nga Skrapari, nga Kuksi, e ka numrin e telefonit tim dhe njëkohësisht më kanë marrë për të ndihmuar, se ata janë të izoluar atje. Dhe duke qenë që këta kishin numrin e telefonit, ka kontaktuar me mua dhe unë jam interesuar posaçërisht për këta. Njëkohësisht, jo vetëm unë, si drejtori ndërmarrjes, kryetari i komunës. Po, kryetari i komunës, kryeplejt e fshatrave, se unë do të shtoja edhe një fakt tjetër. Gjitha ndihmat që kanë ardhur në qarkun e Fierit, në atë parë të vinë nga partia, nga rrethet, nga të gjitha, bën hyrje në shtabin e emergjencave. Dhe është një masi. Dhe çdo ndihmë që del nga këto, i bëhet dalje kryetarëve të komunave, kryetari i komunave me shtabet e tyre ju bëhet ka kryepësinë në fshat në fshat. Po ankesat nuk janë të pabaza, se nuk është një ose kam asistuar një nga familje janë një nga kronikat ju. Në fakt ka dhe një reagim të kryetarit komunës Leva nëpërmjet një mesazhi, zoti Xheredin Malaj, i cili shprehet nuk është as pak e vërtet se ndarja e ndihmave është bërë në mënyrë selektive. Bravo. Nëse ka mundësi të lidhem direkt, në një telefonike e konfirmoj këtë gjë. Gjithsesi falenderoj, jemi në emision të drejt për drejt, zoti kryetar, dhe nuk mund të bisedojmë ose të flasim në linjë. Unë e lexova mesazhin tuaj dhe do ju jap mundësi që në një emision tjetër, në emision e radhës ndoshta nëse do të diskutojmë përsëri për çështjet që janë shumë probleme, në lidhje me shpërndarjen e ndihmave, ju mund të jeni pranishëm ose të jeni në studion e televizionit apo për të diskutuar në lidhje me transparencën e ndarjes së ndihmave. Po. Dhe e vërtet ashtu si thot kryetari dhe jo si thot qytetari. Ai qytetari do par kush e ka bërë faktikisht. Jo, nuk ka rëndësi kush e ka bërë, ka shqetësimi. Do parthem se mund të vijë nga qyteti mesazh. Jo, unë në fakt kam përgatitur edhe një kronik tjetër. Unë shikoj argumentin, nuk më dhat argument në lidhje me problemin e banorëve te kryetari i opozitës Lulzim Basha. Ata shprehen shqetësimin e tyre dhe asnjë nuk dojë një argument. Partia Demokratike
edhe ditën që pruri ndihmat, vajti i ndau politikisht, nuk vajti t'i dorëzonte ndihmat në shtat. Si shtashun për LSI-a e Elbasanit, unë i qova të shtabi qendror. Të shtabi emergjensës, është një maksi atje. Po ndoshta druajnë se ju abuzoni o çoni militantë. Është një maks atje, që nuk të jep asnjë kile në qoftë se nuk vjen i shoqëruar Maksi prefekturës. Maksi prefekturës, që është një burr zotëri, shumë i përgjegjshëm, shumë i ndërgjegjshëm, i cili punon sot që ne flasim bashkë 18 orë në ditë, dhe telefoni po të duhet, po të ketë ndonjë nevojë emergjence, çohet nga shtëpia dhe dejurin e ke. Atëherë çfarë do t'u themi banorëve që kanë shqetësime ty se nuk mund të abuzojnë njerë ose nuk mund banorët për hir të vërtetës tani duhet themi. Mund t'u japë shpresë, do të ketë transparent, do të ketë drejtësinë ndaj ndihmave. Besnik, po të them një gjë. Banorët shumë mirë që ngren problematikën. Nuk ka asnjë të keqe. Por problematikën më të madhe duhet ta ngrenë në disa drejtime. Qoftë deputetët, qoftë te kryetarët e komunave, qoftë te prefekti, që është kryetari i komisionit të emergjencave, dhe këta njerëz me njerë do të ndryjnë, siç është porosia e kryeministit, do të ndryjnë në momentin më të parë për të penalizuar çdo padrejtësi që mund të bëhet në këto ndarje të ndihmave. Po. Pra, numrat e telefonëve të prefektin e din, të kryetarit të komunave e din. Pra të denoncojnë çdo lloj abuzimi. Çdo lloj abuzimi. Dhe tek gjithë deputetët, duke filluar nga kryetari i grupit të PS-s, te unë si i LSI, por dhe te PD-ja, le ta shoh, por denoncimi do të jetë me emër mbi emër, dhe me problematikë. Atë ne televizion të Apollon kemi një propozim. Nëse ju doni transparencë, atëherë ne ju vim ju shoqërojmë me kamerat e televizionit, duke prekur, duke shkelur me këm lagje banor, mos të ngurohet, kjo është mundësia më mirë për të bërë transparencën. Transparenca më e madhe është çdo gjë të denoncohet. Dhe po të them, të denoncohet te deputetët, të denoncohet te prefekti, të denoncohen te kryetarët e komunave, sepse njerëz më të përgjegjshëm dhe më të besuar se këta që unë po them, nuk ka. Janë të tërë njerëz të zgjedhur me votën e këtyre njerëzve. Atëherë denonconi problemin, qoftë në televizion dhe ju t'i drejtojeni menjëherë prefektit, i cili është kryetar. Unë dhash një opcion, madje presidenti e ideoi dhe e mbështeti këtë variantë që ne të jemi të pranishëm me ju ku të jeni të pranishëm në të gjitha problematikën. Njerëzit që ngrenë shqetësimet nuk ka asnjë të keqe. Shoh, problematika që ngren në njerëzit nuk ka asnjë të keqe. Unë nuk e quaj... E keqja është zgjidhja e tyre. Atëre, që të zgjidhet problemi, duhet të adresosh, si thua, kërkesën tënde. Do të thënë, nëse ty të është bërë një padrejtësi, atëre drejtohu kryetarit komunës, deputetit zonës, prefektit, që është kryetari i Komisionit të Emergjencës, dhe të gjithë ta njerëz, patjetër do ndryjnë për të zgjidhur problemin, për të vënë para përgjegjësisë çdo njeri që mund të abuzojë me ndihmat. Sot që po flasim, të tëra ndihmat kanë ardhur nga njerëz dashamirës, nga njerëz që janë në solidaritet me fatkeqësinë e këtyre njerëzve, dhe askush nuk ka drejtë të abuzojë me këto fonde, të cilat janë private në këtë moment, pa ato fondet e emergjencës, sepse ato janë shtetërore, por fondet e tjera janë të tëra private. Njerëzit i kanë hequr pavarësisht se nga dëshira, i kanë hequr nga goja e tyre. Ja kanë hequr nga goja e tyre me zemrën e tyre, jo për të pasuruar ndonjë njeri, i cili nuk mund të pasurohet me 5 kg, se i çove dikujt ti 5 kg oris. Por ne duhet kuptojmë një gjë. Jo se ka abuzime të shumta dhe jo pasurohen, po edhe dëmtojnë dhe atë që ka nevojë dhe vetë abuzime të pandeshme duke i tregtuar. Unë pardije
dije, kam qenë prezent në Fraku, ku Viktor Qervanaku, kryetari i komunës, i bëri prezent edhe në para televizionit, mënyrën se si funksionojnë dhe se si ecën në tërë zinxhiri i dokumentuar i shpërndarjes së ndihmave dhe i marrjes së ndihmave, të cilat merren të tëra me proces verbal, të tëra me dorëzim, të tëra dalin me hyrje dalje nga magazina, të tëra bëhen sipas tëra rregullave ligjore të përcaktuara dhe vendosur nga Komisioni i Ndarjes, dhe askush nuk ka të drejtë të nxjerrë nga magazina pa urdhër të kryetarit të shtabit, pa urdhër të kryetarit të komunës, pa dëshirën e kryetarit të komunës. Nuk mund t'i jepet një bariu në qoftë se nuk do kryetari i komunës dhe nuk e shikon të arsyeshme kryetari i komunës. Nuk i jep kryetari i komunës në qoftë se nuk është dakord krye plaku. Kështu që tërë këto rregulla janë zbatuar deri tani shumë mirë. A ka përkënaqësi? Përkënaqësi mund të ketë? Konfirmon që kryetari i komunës Zërmena thotë është vërtet që zoti deputet, zoti Bitri ka kontaktuar me shtabin dhe kemi rënë dakord për të ndihmuar dy barinj të ardhur nga Skrapari. Pra konfirmon atë të dhënë. Gjithsesi, nuk është e rëndësishme kjo në mbështetja apo solidaritetin në shprehjen edhe në ndihmë, po të shpërndarja ndihmave. Ne do ndjekim një kronik të përgatitur në ditën e dieshme nga vizita e kryeministit Edi Rama në fshatin Bishan të komunës Levan dhe do të rikthehemi për të diskutuar në lidhje dhe me kompensimin e dëmeve dhe masën e tyre. Kryeministri i vendit zoti Edi Rama ka vizituar në mesditën e së hënës banorët e fshatit Bishan të komunës Levan, njërit prej fshatrave më të dëmtuar nga përmbytja. Fillimisht kryeministri ka qenë i paralishëm në shkollën e ndvjeçare të këtij fshati, e cila ndërpreu procesin mësimor prej disa ditësh për shkak të përmbytjes. Kryeministri ka bashkëbiseduar me nxënësit dhe stafin mësimor të kësaj shkolle. Vetë pa të probleme në fshat, me tokët dhe shkollë për mos, po shkolla. Besoj që një zonësoni orë. Patjetër. Me të shpuna ose me orë të shtata. Por me të kojnë në dalë, normal. Do vinë asë një lojë, teme pa shpekuar. Edhe pse trupat e sigurisë së kryeministrit ishin të pranishme kudo dhe punonjësit e gardës në krye të detyrës, kryeministri gjeti kohën për të kontaktuar me banorët e fshatit Bishan për të njohur nga afër me problemet që ata kanë. Nuk munguan diskutime të ashpra dhe debatet në këtë takim për shkak të ankesave të banorëve të fshatit Bishan për mungesën e ndihmave. Nga ana tjetër, kryetari i komunës Levan zoti Xheladin Malaj theksoi se banorët që trajtuan problemin negativisht janë mbështetur me ndihma, por sipasi ata mund të kenë të drejtë pasi ndihmat e dhëna nuk janë të mjaftueshme për të përballuar situatën. Banorët shfrytzuan rastin dhe shprehin ankesat e kryeministit se nuk kanë marrë ndihmë. Nuk është totalisht ashtu siç shprehin ata. Unë e kam ndjekur të pak në zonën e Bishanit dhe kam qenë shumë operativ për këtë situatë. Nuk është mirë që dikush të shprehet për diçka që mohon vetvete. Unë pata një rast edhe diku aty, domethënë ballë për ballë kryeministit dhe ti, edhe thoshte nuk ka marrë asnjë lloj ndihme. I trajtuar me ndihmën ushqimi, i trajtuar dhe me ndihmën blegtorim, pasi është e drejtë e tij se ka shumë blegtori. Por për aq sa mund, gati 10 kuntal ose 1 ton misër ai e ka marrë, ja kam dhënë unë vetë dhe nuk duhet të ankohesh. Ai nuk arrin dot ndoshta që ta nxjerrë blegtorin, por to do të vinë hapa sapi. Këto janë emergjenca. Në këtë takim, kryeministri Rama shoqëroi nga deputetët e qarku të Fierit Gramozruçe Robert Bitri, ministri i Mërqenjes Sociale Erion Veliaj, drejtori i përgjithshëm i emergjencave civile Shemsi Premçi, kryetari i komunës Levan Xheladin Manaj, kryetari i bashkisë së Fierit Baftiar Zeqaj, drejtori i arsimit të qarku të Fierit, specialist të bujqësisë të tjerë. Pra që një kronik e përgatitur gjatë vizitës së kryeministit Rama në fshatin Bishan të komunës Levan,
me shumë funksione, e para rihapjen e shkollës për shkak të përmbytjes dhe rikthimin e nxënësve, ai vizitën nga afër, u njoh me gjendjen, po nuk ju shmang edhe kritikave për ndarjen e ndihmave. Realisht, në fakt pati një reagim të kryetarit të komunës, i cili tha personi, unë i kam dhënë ndihma, domethënë janë disa probleme që më shumë e përkeqëson situatën se sa i shërbejnë mirë menaxhimit. Besnik, ka një gjë. Ekzistojnë, në qoftë se do t'ishe dije në Frakull dhe ta dëgjoje Viktorin, thoshte, urdhë janë bërë gati ndihmat e treta që do t'jepen, ndihmat e katra që do t'jepen, dhe ata i kishin të tëra me firma, me numrin e pasaportës ose të kartës identitetit, dhe tani më shumë se sa kaq. I bie që a do të ketë pak kënaqur, mbas edhe mund të ketë pak kënaqur, por duhet që çdo gjë të ballafaqohet. Çdo gjë të jetë transparente dhe të gjithë njerëzit që kanë pretendime dhe që kanë parë abuzime drejt shqiptar të drejtohen në ato adresa që unë ju thash dhe që parë. Okej, atëherë në lidhje me kompensimin e dëmeve, si do të veprojë zoti deputet? Domethënë, a ka një njësi matca ose si ka filluar, po të shikoni me vëmendje, ka filluar të funksionojnë komisionet e vlerësimit të dëmeve. Dhe vlerësimi i dëmeve do të bëhet nga në çdo fshat, do të bëhen nga të gjithë komisionet e ngritura në përfshatra, duke filluar nga kryeplaku, në krye të asaj, kryetari komunës për komunën e vet, drejtorët e drejtorive, për bujqësinë është Turi me gjithë grupin e tij të vlerësuesve, të cilët janë prezent. Turi mund të thotë gjëra shumë të sakta dhe më të mira për këto gjëra. Ashtu si dhe deputeti e tha, janë ngritur grupet e punës për vlerësimin e dëmeve. Një punë të veçantë të mirëfill ka bërë Komuna Fraku, që ka avancuar. Njëkohësisht është dhe mundësia se ujrat në Komunën Fraku janë të parë që janë larguar. Dhe ata ka filluar nga puna me komisionet e vlerësimit, gjithashtu është edhe drejtoria e bujqësisë ka përfaqësuesin e vet në këto komisione. Këto janë komisione konstatimi, konstatojnë dëmet, se më mbrapa faza e 3 do jetë me komisionet e vlerësimit të dëmeve si në shtëpi, si në tokat bujqësore, si në blegtori. Atëherë si do të procedohet, më shumë për të shërbyer atyre që janë dëmtuar dhe që kërkojnë kompensim? Domethënë, çfarë do të bëjë infermer? Ju do të shkoni, do të verifikoni, do të konstatoni? Fermer deri tani në bazë të fshatrave, në bazë të kryeplegjve, në bazë të komunave, janë identifikuar nga grupet e konstatimit. Janë të gjithë fermeret janë të identifikuar. Sot ne që flasim, në këto momente që flasim, janë 5292 fermerë që janë të prekur nga kjo përmbytje. Janë të prekur si në shtëpi, si në tokat bujqësore të mbjella, si dhe në blegtori. Dhe domethënë 6000 hektar tokë që kemi në përmbytje, këto janë tokat të mbjella me gru që janë 1453 hektar, me tërsher 440 hektar, foragjeret të dyta me 755 hektar, jonç 1600 hektar, jonxhere 420 hektar, serat e mbjella, sidomos në komunën Frakull, janë 40 hektar, pemtaria është 202 hektar, të gjitha tokat e punuara të mbjella janë gati të 6000 hektar, që u përfshin në këtë përmbytje. Po në lidhje me kompensimet financiare të bizneseve që u ka shkaktuar dëme, apo sepse drejtori bujqësisë foli vetëm për... Jo, të gjitha, nga shtëpit, rendit shtëpiake. Grupi që ngrihet në rang komunal. Pra ju do t'i verifikoni? Jo vetëm ne, jo vetëm ne. Komisioni
Është komisioni. Ku ju jeni pjesëmarrës në të komision. Ja përfaqësues të njësisë vendore, të qarkut, të presisë fshatit, në çdo fshat. Ky komision bën komision konstatimi nga rendit e shtëpisë, nga tokat e përmbytura dhe nga blikët. Fillimisht bëhet konstatimi. Pastaj bëhet vlerësimi. Pastaj do ngrihet komisioni vlerësimi. Pastaj bëhet hartimi janë specialistët të vendosur. Vlerësim. Fillimisht konstatohet që gjaketa është prishur. Gjaketa është prishur. Vjen ai qarku prefekturës. Njësia vendore. Këtë po për qytetarët. Për qytetarët. Ja kanë thënë kryetarët e komunave të tjerë. Nuk kanë kryetarët e komunave të kontaktojnë për të. Je ka kontaktuar gjithë. Të interesojnë ka kryetarët. Jo, janë krye detyrë. Po të them edhe një herë tjetër. 3 kryetarët e komunave, 3, sidomos këta 3 që kanë pas punën më të madhe, duhen quajtur erojnë. Pavarësisht. Po detyrën kanë bërë se janë të zgjedhur. Shumë mirë pra. Edhe pushteti është marrëveshje ndërmjet. Prandaj duhet quajtur erojnë. Prandaj duhet quajtur erojnë, sepse për hir të vërtetës kanë qenë prezent me hallet e të gjithë njerëzve, ashtu siç e kanë për detyrë, por kanë bërë detyrën në mënyrën më të mirë të mundshme. Jo vetëm aq, do shtoj edhe faktin tjetër. Të gjithë këta fermerë, të prekur nga kjo përmbytje, 5202 fermerë, janë duke hartuar listat emër për emër që ne i raportojmë në ministri. Sot kemi raportuar pothuajse gati 50% të listave emër për emër, fshat më fshat. Të gjithë ta fermerët, kjo sasi e fermerët prekur, nga kjo përmbytje, do bën listat emër për emër, dhe ne i raportojmë çdo ditë në ministri. Pra ju i garantoni të gjithë të dëmtuarve se do të kompensohen financiarisht për dëmet? Po. Kamera numër 1 është ajo atje, mund të kontaktosh me qytetarët nëpërmjet kamerës. Po e tha, po pse kemi nevojë ta themi ne? Jo, unë do ta thoni disa herë, ta thot drejtori, kryeministri tha, do të merrni kokë për kokë. Po, derisa thot kryeministri, ti vën në diskutim fjalën. Po, kryeministri, ai në fakt ishte dinjitoz kur e tha, po unë besoj se dinjitet është të mbash premtimin pas tennis. Gjithsesi koha do ta vërtetoj. Atë që tha, po mundet të thotë që unë kam krijuar komisionet, kam përcaktuar komisionet dhe çfarë edhe një herë tani, ti ndajmë çik gjëra. Do të po flasim pak me gjuhën e popullit. E vlerë, prandaj po them unë, fillimisht është konstatimi. Është vetë deklarimi dhe konstatimi. Pra, ti vetë deklaron, njerëzit e konstatojnë këtë që vetë deklaron ti. Besnik. Po. Se po ne terën plan. Po flisin pra, vetë deklarimi, unë, Robert Bitri, deklaroj që më është prishur kjo. Vjen komisioni, verifikon këtë që vetë deklaron ti dhe konstaton që kjo është prishur, kjo nuk është prishur, kjo është prishur. Pastaj vjen komisioni tjetër i cili bën vlerësimin dhe vlerësimi do vlerësuar. Po, ka pasur 5 lop, për kaq, do jepet lop. Po të shikojnë mundësit të gjitha. Mund të jepet lop direkte, mund të jepet bakti direkte, mund të jepet në mënaj që në qëfë se ne vlerësojmë që është mbjell misër ose është mbjell grur, se misër s'ka tani, po gruri që është mbjell. Sa barë, për qa shërben, për qa ke mbjell, po për grur. Sa hektar ke mbjell, kaq hektar, për kaq kuntal, kaq lek. Nuk t'i jep lek, po t'i jep kaq grur. Pra, mund t'a japi grur shteti, mund t'i japi bakti, dele, dhi. Qatë është mbytur? Qatë është dëmtuar? Pra, dhe më dhenë, dhe unë them, dhe kur them me këshu, e them me shumë besim, që atë që ka deklaruar kryeministri i Shqipërisë, do t'a mbaj. Edi Rama nuk është Sali Berisha. Se po më fut në politikë. Nuk desha të bëja sot politikë. Është e tepërt kjo, pasi nuk desha të bëja politikë, por po të them. Nuk do të bëhet ajo që u bë në Shkodër. Kryeministri Berisha ka kompensuar financiarisht shumë zonën. Jo, na ka lënë neve 37 para 10 vitesh kanë marrë. Na ka lënë neve 37 milion pa ashu që duhet i shlyej qeverior. Edhe atë që tha Edi Rama,
edhe këto të 37 asaj do i shlyejmë ne. Atëre, unë të falenderoj që ju sqaruat më së miri momentet më kryesore, atët përmbytjes, momentet e menaxhimit të shpërndarjes ndihmave dhe kompensimit financiar. Të nderuar shikues të televizion të Apollon, këtë emisioni ballafaqim ka përfunduar. Për më shumë se një orë diskutuar në lidhje me problematika e periudhës pas përmbytjes ose post përmbytjes, ku më kryesore të ishin ato të menaxhimit të shpërndarjes së ndihmave pas ankesave të shumta të komunitetit të zonave të përmbytura për keq përdorim të ndihmave, ku sipas tyre pjesë më të madhe me militant partish, simpatizant apo të afërm të subjekteve të drejtuesve të subjekteve politikëve që shpërndajnë ndihma. Gjithsesi ne e sqaruam gjithësisht me të ftuarit tanë në panel se si do të funksionojë, se si do të jetë transparent ky proces. I rëndësishëm ishte edhe diskutimi për kompensim financiar të dëmeve, ku deputeti zoti Robert Bitri dhe drejtori i bujqësisë Artur Bogdani sqaruan formën dhe mënyrën se si do të procedohet për të marrë kompensimin financiar ose edhe fizik që mund të quhet ndryshe të dëmeve. Unë falenderoj të ftuarit e mi në studio, ju falenderoj dhe ju që na ndoqët për më shumë se një orë. Deri në emisionin e radhës, natën e mirë dhe mirupafshim.